Për sot do bëjmë speca të shi të mbushura me gjizë. Na duhet gjizë, kemi bërë një çik gjizë mirë në sasi, speca të verdhë, hudhër edhe krip. I pastrojmë specat nga pishtat, i pastrojmë specat nga farat, grim hudhrën, edhim edhe krip në sasi të mjaftueshme me gjizë dhe pastaj fillojmë i mbushim. Do e shohim përsëri. Kemi qëruar një 5 lëpinj hudhre. I presim imët. Tani i edhim ke gjiza. Kemi edhur hudhën e grim, tani edhim edhe kripën. Kripën edhim në sasi të madhe, sepse kripësira do ta mbaj specën fort. Tani vazhdojmë i përziejmë edhe të bashkuar kripa me hudhërën edhe me gjizë. Gjiza ka përfunduar, është bashkuar me kripën e njëjtë. I presim specat në formë rumbullaku. I shkundim nga farat. Dhe kapakun e lejmë kështu në këtë formë, që kur të futim gjizën, ta shtyj dhe çdo specë të jetë i mbushur me gjizë.
Dhe kështu vazhdojmë me të gjitha specat me radhë. Tani I kemi pastruar të gjitha specat nga bishtat dhe nga farat. Fillojmë I mbushim një nga një. Kemi marrë një vazë të madhe. Në fund të vazës e hedhim një shtresë me gjizë. Dhe tani vazhdojmë I mbushim specat një nga një. Dhe I fusim, I rishtojmë në këmbë. Në fillim vëm specat e mëdhenj dhe specat që janë më të vegjël I vëm lart. Dhe kështu vazhdojmë me të gjitha specat. Kemi vënë 4 speca në fund. Tani edhim prap një shtresë me gjizë. Ne do të gjizë në pjesët bosh vazës. Dhe vazhdojmë me specat e tjera. Kemi mbushur edhe specën e fundit. Dhe tani e mbulojmë komplet vazën me gjizën që na ka mbetur. Kemi rreshtuar të gjitha specat. Dhe tani I mbulojmë deri lart me gjizë. Marrim një letër kuzhine, e palosim në katërsh, e lagim me pak ujë, I hedhim krip dhe vendosim përsipër tek specat. Këtë e vëmë për arsye që gjizat të mos na prishet edhe specit na durojnë sa më gjatë.
e mbylli fort me një kapak. Dhe këto e ruajmë për 3 javë dhe pastaj fillojmë konsumojmë. Ose në qoftë se do t'i lejmë për një kohë më të gjatë, i lejmë në një vend të freskët. Këto ishin specat të mbushura me gjizë. Ju bëfshin mirë.